Shikues të Euronews Albania, ju njoh me zhvillimet kryesore të ditës. Qeveria ka vënë dieni prezidentën për vakancat në 6 bashki, përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës. Një ditë më parë Erion Velia janë timoi në gjykatën kushtetuese vendimin e shkarkimit nga detyra. Gjykata e lartë zgjodhi Asim Vokshin si antarin më të ri të gjykatës kushtetuese. Ai u shpall fitues në bazë të renditjes nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Shpërthim Tritoli në banesën e të dashurës së Lert Haxhiut i dënuar me burgim të përjetshëm për disa vepra penale. UEFA gjobiti me 80.000 franga Federatën Serbe për incidentet gjatë ndeshjes Serbia-Angli. Gjithashtu, 20% e stadiumit do të jetë i mbyllur për ndeshjen me Shqipërinë më 11 tetor. Faktori ndërkombëtar është në pritje të përgjigjes përfundimtare të Hamasit mbi planin e presidentit Donald Trump për rripin e Gazës. Plani i hapur krijimit të shtetit palestinez, por kryeministri Netanyahu ka deklaruar se Izraeli do t'i rezistojë me të gjitha forcat këtij opsioni. Gjithashtu ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play.